është që zbërtet. Që nuk thot që është Dior, Armani dhe firmat e tjera. Po mund tjetë zakonisht ndodh me një kategori njerëzish të cilët nuk kanë... Riskifteri më duket me egër se këto tjerat. Nuk kam besim, se e kam tani priso futa. Ta që do profesionalizohet direkt. Kështu që një kategori e njerëzve që nuk kam vetë besim tek vetja, çfarë bëjnë? Mundohen të transmetojnë tek pra, kjo ishte pyetja bazike. Tek masa, vëmendjen dhe të kërkojnë në një farë mënyre aprovimin e të tjerëve që ato janë. Dhe çfarë bëjnë? Veshin marka me emra në mënyrë që të kuptojnë që ne jemi, ne kemi dhe ne dim. Nuk është e nevojshme ta vëmë. Është kthyer dhe në një lloj biznesi kjo, marketingu, sepse në momentin që ajo bërtet markën, i thotë Erionit që të gjo se unë jam në qik... Jam dikush jo. Jam në qik e shtrejnë. Kuptova. Mos më thot njeri gjithfara në këto se... Ne kemi dhe ca Nemi të 10 eurëshi. Ne kemi dhe ca shprehje për shumë që themi që e fton ose e fton nga veshja dhe përcjell nga mendja. Po duhet që na mençur se Armani këtu do thuash. Shprehje franceze. Plus unë mendoj që shiko, veshja përfaqëson njeriu dhe në mënyrë për një tjetër duket një person që e komandon veshjen edhe një sekond tani. Duhet të them ka burra me kostume për shkak të rrin me kostume kollare, domethënë rrin serioze, nuk flasin vetëm për fshat e inferioritetin e trurit, domethënë sepse dina që po s'foli nuk ja... Kam pas një pedagogun që thote, me bëte pyetje 1, 2, 3, 4, nuk i jepshin përgjigje. Edhe tha, mirë, si ta kuptojnë kush është më budallaj nga ju? Ju s'flisni, tha. Po e qartë. Res, po mirë,